për shembull një shqetësim i një zonje është thotë 10 minuta nëse rri, menzi marr frym prej rrajeve të shpeshta të zemrës. Kurrë? Ndjell. Ndjell, okej. Në qoftë se eventualisht nuk është se tashti është pak problem pamje anamnezë smundje të zemrës. Në qoftë se nuk ka ndonjë smundje, ndjelli e thash mund me shkaktu një vazodilatim. Vazodilatatimi shkakton ulje të tensionit. Ulja e tensionit në mënyrë absolute shkakton menjëherë kompenzim rraje të shpejta të zemrës. Kështu që mund të jetë edhe kjo arsyeja. Kështu që kjo mund të jetë edhe vërtet. Për këtë arsye duhet të vërtetohet, domethënë tranët e zemrës, a janë në atë kohë si janë. Vlerësimi i tranëve të zemrës bëhet në forma të ndryshme, qoftë nditësotit me këto device-at siç është Apple Watch ose diçka të ngjashme, ose me Holter EKG 24 orë që është shumë e saktë për ndjenjen e tranëve të zemrës, që me vërtetu të zoja në fjalë a është një ndjenje saj, apo me të vërtet ka trana shpejta të zemrës.